Themi mirë mrama, jemi sërisht me madam e kësaj radhe me debat. Sonte kam vendos me fol një temë të cilën ason fare, nuk di me ju kallëzu çka mendoj. Tema është pra, kur njihemi më shumë, dashurohemi më shumë apo jo? Me mu sot në studio janë 4 panelista, i kam zgjedh si pisha, si me qire me pish. Si thojnë, me qire me pish, me pisha me qire, që shto diçka. Me mu Lumnie Haxhiaj, mirë se erdhe. Këtë djalin këto që e kemi pranë njefni, kjo është Gzim Karuli, mirë se erdhe. Mirë se u gjetë Antigona dhe urime për emisionin. Faleminderit shumë. Kreshnik Hysaj, mirë se erdhe. Mirë se gjetë Antigona. Edhe Amir Berisha Greku. Mirë se gjithë Anti, urime, emisioni shollavesh për para. Mirë se keni ardhë edhe sot kena vendosë që temë mi folë, unë nuk I di a keni qëndrim apo jo Kika, ke qëndrim? Çdo person që mund të mendojë ndryshe, apo çdo person që ka dallim mendimi, apo suazat menduarit sjellin negativitet apo pozitivitet, mendoj se kemi qëndrim. Si temë, unë si ma the si temë, unë besoj se kjo është një libër në vete. Ne sa po fillojmë me kopertinën, do të fillojmë bukur të lexojmë se çfarë do të fusim brenda kopertinës. Fletat e këtij libri, brenda këtij emisioni duhet t'i ndërthirrim në ato mendimet tona, cilat do të qofshin. Uroj mos të janë gabuara. Uroj që nga ky emision me sjell vetëm fjalë që mbushim zemrën e njeriu. A ka mendime të gabuara? Ka dhe mendime të gabuara. Tu fillon nga on. Fillimisht qëndrimi yt është dashuria kur njihemi më shumë duhemi apo më pak duhemi? Duke besu që mos me gabon, mendoj se më pak duhemi. Okej. Amir, grek, a bën më të thirr grek? Greku, sa më shumë që njihemi më pak duhemi apo më shumë duhemi? Sa më shumë që njihemi, mendoj që më pak duhemi. Më pak duhemi. Po, edhe pse kum rastis raste që kanë thonë më shumë që për një më shumë për du, po unë se si kum kuptu atë qift. Ty pas ka ndodhë në gjatë? Jo, mu s'm ka ndodhë një gjatë tillë. Dhe me thonë, bëhesh si një, dhe me thonë, sa ma gjatë jetën e një person, ti din të metat, tja din të metat, dhe me thonë, s'ki ma kur gjesh barjeran mes saj edhe tina, edhe bëhesh diqysh mas nuk ruesh kur gjesh, edhe hupa janë dashuria që shumë fillim që e ki pas për atë person, se nuk e ki njohë çdo detaj tina, ose të saj, edhe tani u ka një farë misterin mes asaj lidhjes deri në momentin që jemi bo bashkë, edhe kur bëhen bashkë, jetojnë ma shumë bashkë, e shohin njëri tjetrin çdo mangësi, çdo mangësi, çdo gjë, dhe duhet më pak. Per ato e kam da studion për gjysë sot si me thik, edhe këne I kam do divorcum, a këne I kam do të martum. Gzim, urdhna, cili është mendimi jot? Anti, do me thënë kjo pyetje është shumë e bukur. Unë mendoj se më shumë që njihet një person, më shumë dashurohet, se në ditën e sotit për shembull, një person, unë personalisht për shembull shem edhe I martuar, kam qef për shembull sa më shumë ta njoh njeriun e zemrës, aq më shumë do dashurohem. Sa vjet martesë ke? 1 vit e gjys. 1 vit e gjys. Edhe për fund, qërshia mbi tort. Hajde lume ardhë si vera, tregona, si është kjo punë? Ma shumë që duhemi, më shumë dashurohemi, apo ma pak? Më shumë që njifemi, më falë. Po, pajtuna me disa fjallë të grekut, si shta nga njerë aq ma shumë ke jetë jam sën të metat, edhe më shumë bësh si një formë si shok bësh. Dhe thot me shokun e ngusht apo me shoqen e ngusht, ndonë ato disa edhe gjëra që të mundojnë edhe brenda në shpirt, kështu që pastaj edhe me partnerin i ndonë, vend se me bisedu me një shoqe apo shoku me një shok, e bisedon me partnerin tënd. Qoftë burri me gruan ose gruaja, por dashuria e vërtet, ajo dashuria e madhe, e platonike, ashtu ato flutrat në bark, janë ato fillimet. Dikur ajo bie, sikur kur diçka peshon kështu, edhe zë vendin e vetë, edhe që thonë guri peshon në vend vetë, edhe I mbetet ashtu, do thot pas 20 vite apo 15 vite, ajo metet me një nivel dashuria, as nuk zbehet, as nuk shtohet. Edhe bëhe një shok, edhe ashtu shtohet respekti ndërmjet veti.
do më thonë, unë e shoh që po flasë për prindve të mi, ata janë shok. Do më thonë një udhëtar tjetës, kanë vendosë që mi gjitha edhe të mirat edhe të këqijat me i fashu, edhe me konultartë një jetë, për shkak që jena na fryti të në, do më thonë që egzistojmë. Dhe kjo është thot udhëtar jetës. Dikush mund të Unë vetëm me këtë për shkak dikush mund të më bëni pyetje, mund të më bëj pyetje mu, po flet për udhëtarin e jetës, ky që është i divorcuar, a kupton? Ky që është i ndam. Edhe na kemi pa na në rrugovë thonë një herë thehet gardhi. Unë mu ka thënë një herë gardhi edhe unë nuk jam ende në bazën e kikës, do më thonë nuk e ka matë ende kikën në vagë që me rindërtuat gardh me kriju një jetë nga e para përsa i përket që shës partnerit. Po pëlqen beqaria? Po pëlqen beqaria, pse? Sepse unë jam prind jetën e përditshme, po më pëlqen beqaria për dy punë. E para nuk e kam atë stresin ku je me ka një jetë që apo bëm pse pe këshyr, kush po të këshyr, do më thonë jam i po shumë për ati stresi, edhe e dyta është që ende nuk e kam pa vetën në shtatë pjekt, në mënyrën e botës për me bashkëtu me dikanë. Si mundet me qenë që ti e prind edhe po thonë nuk e kam pa vetën alat pjekt, kurse këtë djali këto i cili shumë i ri, mendon që është shumë i pjekun për një martesë. Çka ndodhen kështu? Është një pyetje, çka është një pyetje, dashuria? Është çështje emocionale, jo, është çështje emocionale. Unë më shumë është çështje emocionale. Ky hala është, na them, hala ka mizat e para dashurisë, hala ka mizat e para të jetës së një çifti, edhe kur fillon edhe ky me më bë prende, fillon edhe ky mi pas disa obligime tjera shtesë, thotë lehmër që s'ka kapu kjo punë se. Po është mendimi jam, si mund të më konë edhe kapu, që greki është po ashtu prend vetë edhe. Unë e menoj që thë Kika halos që marrë në atë farë, do me thonë s'ku mujtë me arrit halo me rindërtu një lidhje për shkak ku je, qka je të kje, pse pe shkon aty. Unë në fakt nuk e kom pas këtë problem me Olën, se tash mo dihet kush është, me nonën e Amarës. Kur s'këna pas problemet e gjelozisë. E këna besu njën i tjetër të shumë. Nështë e na konë dy tipa që jena kalit me jetën, a kupton, edhe kina njoft njën i tjetërin në ftyrë. Nuk do me thonë që për shkak një lidhje që ke pas ma herët, më në të mendojë dhe apet gjelozia. Grek, ti shumë shpesh flet për ish partnerën tonë, për nanën e qikës, e flet me admirim. Zakonisht flet me shumë admirim. Marrëdhënia juaj është kriju në një shoqëni. Shumë është e saktë. U kriju kështu pa plan heq. Ju më konë e këmë taku një shok në Dorës, tani më shështë një për bashkë, u konë edhe Ola atë prezent, edhe një nga lidhë, kështu e këna pas një lej kontakti shumë të thjesht, e këna ndru atër Instagramin, atë që u konë atë kohë, Instagramin u konë. Dhe mas një kohë, të full, erë deri të martesa, që u konë diçka që se ku menu kur që ku me ndodhë, hiq kur. Se ke mendu në herë që ke mu martu? Ja, asë një herë. E kur je martu, a ke mendu që ke mu nda? Jo. Nuk e ke mendu? Më falë që për ndërpër janë t'i gurë, unë këmë pasë dhe lidhje tjera ma herët. Dihet, publikisht. Bile thonë që ke qenë shumë djali bukur, e t'ka ndash qikar shumë. E vërtet është. Edhe po, si adoleshent në atë kohë, din menje masia pak e si më konë stabil. Dere mos që dihet edhe të kjo lidhja e fundit, si më konë stabil me vetën. Sa lidhjet më dhaja i ki pas, afat gjate? 2, 4, 6, 3, me martesën apo pa martesën? Me martesën. Mirë, sa ka qenë jetë gjatësia ma madhe? Po përnej, kokërish sa kohë ka qenë mas gjati me dikant? 6 vjetë u konë. 6 vjetë mas gjati. Edhe pse më kanë konsideru në atë kohë, sinqerisht që pëcejke edhe vetë si një aventurierë. Po kure kom, po... Mu më kanë kalzu njerëzit që i vajzat kanë nga mas te edhe të kanë dash shumë. E vërtet është, sa që edhe sot pisho dokumente për këtë ndërastin që më kanë ndodhë, fatkeqësisht, e pash një koment në YouTube, more grek, sa femra ka kojtë mas teje që të ka gjithë ashti. Po thu lotë aty në vajzëve që i ke mashtru. Po qa ashtu, tani prapë se prapë në kërkoj falje vajzëve. Kërkoj falje, sinqerisht, se cilës një më konë i ri atër e qa me buan.
Kërkoj falje që u ke thy zemrat. Pa tjetër ju kërkoj falje. Lume, ti sa ke lidhjen ma gjatë, ose jetë gjatësia lidhjes ma gjata? Lidhja ime ka qenë e para dhe me gjata dhe në ato jo mende dhe besoj E para dhe që do fundit. shkoj po, dhe që do shkoj deri në fund të jetës. Kështu ka rastis, kemi qenë me mendimet hapura jo që ka mendu në rinin time që ashtu do jetë. Që i bjen sa vjetë, Lume? 25-26 vite, dykun në ofër 27 që ashtu diçka. Se në përko 27 lufte, vite. do më thonë juhja ka ndodhë, sepse 2 vim nga lufta, nga botë, po menoj nga jo periudhe luftës, edhe kështu që aty kanë fillu ato njohjet e para, edhe deri sot jemi ku jemi, edhe tash si do vije, që thojnë në popull mundin hyzmetin ja bojnë me rrugtu deri në fund, por nuk i dihet kur, sepse si që tha dhe Kreshniku mund, kur thejet gota, atëherë nuk mbetet asgjë, të shohim si rrjedh jeta jonë. Sepse nga njerë jeta të befasën, jeta është plot befasina, vjen diçka, unë e them, e kom një thoni që përdojë një qast ta ndryshon komplet jetën. Po, ma mërmenja se ti e veterane e luftës edhe e kuptojnë ke pështu pi plumit, të shpështon edhe për kësaj. Po, do me thonë plumi është diçka ma e modhe, kështu që edhe këto edhe me ndodhë, uroj mos ndodhë, po edhe me ndodhë, tash është diçka krejt normale, duhet mu pajtu me vazhdu jetën edhe në regull jemi. Jo fort normale nuk është, se humbja e se cilit partner kushton shumë emocionalisht. Po, normale ajo, jënë ato kohë, do të thotë deri sa ta merë zhvetën edhe ta të shërosh, tojnë deri në 7 vitës gjatë shpirtnisht që të shërosh, por të shohim, qka si jeta. Unë pëlqen kë termi 50-50, të drejtat e barabarta. Jo, mendova që e të folë për një fenomen që e kajnë në Evropë, edhe njerëzit që janë martesat gjata, e kajnë një farë marrëveshje të heshtun, që kur t'i bojnë 50 vjetë, kohërisht 50 vjetë, moshën 50 vjeqare, nuk i japim përgjithësi njëni tjetrit, po e bojnë jetën e lirë, që greku, që urna. Jo, shumë e bukur ajo grek. Ja, i zotin. Ajo shumë e bukur. S'munat veç do sen që ndodhë në Evropë me përqafu. Po qanina po shkon o grek. Une nuk po thom që duna na mi përqafu, po kalzoj që... Qanina po shkon thot kë. Po kupton, në momentit që po thojna që shkojna qanina, s'do me thonë që qatë kanë ata do të në pa tjetër me përqafu. Jo, po me nëjë për jetëzatësin e lidhjes, a do të kishte qenë benefit? Dëgjam, për para, grek, me majt logari bankare gruja, për para konë smunje, do më thonë konë jënë friksu mashkojt, sot gruja ka logari bankare. Për para, me pas pronë për bashkë me gru, ka qenë vdekje, sot kikë pronë për bashkë me gru. Nuk krasu? Po, du më thonë një shkam. Për para, me shku gruja nore në 12 natës në punë, me tarë në 6 mëngjes, loj adresime, sot do shkri gjë normale, sepse jemi fix, sepse kemi shku një hap drejt Evropës. Edhe pra asi, kurone po jetoj që tha Antigona kur i bëj 50 vjetë, po kurone nuk e kom besimin, mas 30 vjetë të gruja jeme, mi thonë gru, shka, e hajda, anena, unë s'kom besimo të vetja e jeme. O, zotni, nga këto, unë s'po thëmë që si jonë konat, ato që i thënë, ta është që normale, thash edhe ma është do sen që është në Evropë, do të pa tjetër me përqafu. Këto janë gjona që e ndërtojnë familjen, e mbajnë familjen këto që i cekë ti. Po jo, shemull, kur t'i bujna 50 vjetë, ti thej qafën dil ka dush, unë e thej qafën dal ka dush, edhe me një kullum. Këtë, mirë që po dalim, po pëse me thuj qafën. Po të qashtë të bjenë. Edhe tani, kur t'vina në shpi, hajde, përqafuhë ma, pa ja, bran të egon, s'na shkon kjo. Na shkon. Jo, valloj, s'na shkon. Unë nuk e marrë me mendimin e keq. Jo, mendim shumë i keq, valloj. Nuk e marrë me mendimin e keq, ose një gru, kur i bën 25 vjetë bashkëjetes, po të marrë shamë në falju, Lume, po kur i bën 25 vjetë, qa ka burri Lumës me vetë Lumën sot, ku i je me kon je, ku shkove? Po pra, kur i ka 25 vjetë, marrë Harova me cekë se sa ma shumë që shkon lidhje, do më thonë vite që bëhen, besimi krijohet.
Si që cekët që Po thatë mirë, njëri... kur rritet besimi, këta po thonë që hub dashnia. Unë jam të pyet, nëse na 25 vjet na ka vyt me njoh një njeri, se thonë pa hangër një thes kryp nuk e ngje. Ashtu është. Dhe më thonë, ai thesi krypës mas 20 vjetëve o hongër, edhe tash ti e njeh atë njeri. Edhe tash po thu se du mo. Si është e mundur, për shembull, dikush që shoqënohet me dikon 10 vjet, mas ne bin dashni edhe martohen. Cila është dashni e vërtet? Ky thesi që është harxhu edhe se du mo, apo ata që kanë qenë shok edhe janë dashuru masanaj? Cila është dashni e vërtet? Gzim? Dashnia e vërtetë e anti është kjo që kanë qenë shok, kanë njohur njëri tjetrin. Mirë. Edhe kanë njohur njëri tjetrin se çdo gjë lind nga rastësia, nga shoqëria. Tani normal që kjo pjesë për shembull është shumë delikate, se ne jemi tani sapo vjen po bëhemi shtet demokrat. Po më mirë është ta njohësh si shok, sepse unë bashkëshortën time, gruan time, unë e kam shoqen e jetës, e kam gruan e jetës, e kam shumë më afër vetes time, për arsye sepse unë të mira të keqe veç me gruan time i kaloj. Për shembull, unë nuk mund të marr familjen time të i them për shembull, shikoj se unë jam smut, shikoj se unë mbledh kjo, kur unë për shembull mund të flas veç me gruan time për shembull të muhabet, mos i shumë rregull. E si je sigurt që kjo do të zgjas? Kjo do të zgjas sepse du të kapim ke pjesa Krishnikut që tha për gratë, sepse më përpara gratë për shembull Antigona ka qenë që janë maltrajtu, janë dhunu, e janë bërë gjitha kur s'kanë guxuar me fol. Sot ne jemi një shtet demokratik, sot një diçka ndodh, ne jemi në epokën e femnës. I themi për shembull sepse femna sot ka të drejta në gjithë botës, për shembull çfarë të ndjej ta flasi. Po më përpara se ka pas. Vite më përpara. A kishe mujt më dashuru me një shoqe? Po, më ka ndodhur. Më ka ndodhur, jam dashuru me një shoqe, kena pas një marrëdhënie shoqënore shumë të mirë, edhe rap ta por puna ashtu që kena kriju lidhje, nështë një bashkëjetesë goxha e mirë, po nuk ka zgat dashnia. Mirë, e çka ndodh? Si shoqe do shta kishe pas për jetë? Po, tash e hup tash, as e ki shoqe mo, as nuk e ki të dashur, ose femën anusa që du shtuj. Çka ka ndodh? Po, Lindjen vallallë xhelozi. po jo, s'o punë xhelozia, thash, që varet tash të Antigona edhe prej moshës. Po. A për kupton, sa unë në këtë kohë që që për kalzoj këtë histori temën, që këm kryu lidhe me atë shoqën, jëmë konë shumë shumë i ri, mos tëmë, jëmë konë 25 vjetë, 26. Okej. Dhe tani nuk isha edhe i qëndrushëm. A kupton, edhe tani momentin që më vek edhe na i farë muhabeti tjetër, e vazhdojshë. Kërkom falje prap. Më falni. Dua të lidhem te pyetja jote që the a është më shumë që kanë dashuri që ju ka lind apo janë shok. Unë e shoh se dashuri është më e madhe kur kimia, kur shihen, kur ajo dashuria lind, ndërsa sa i përket kur e ki shoqe apo shok vite të tëra, e ke në studime apo koleg puna apo çka do qoftë, aty ndryshon komplet 360 shkallë me styre raporti, sepse dihet shok-shoqe është një raport tjetër. Dhe një moment dashurohen, i pëlqen kësaj vajzës djali apo vajza djalit, edhe dashurohen edhe fillojnë rrugtimin e tyre. E aty çdo gjë ndryshon. Do thotë si e shaone, si kom dëgju, si kom pa dhe rrethin tem. Personalisht nuk kisha ditë ç'është mja lypi shoqës. Një shoqe, do më thonë, që i thëmë shoqe, që punoj me ta, apo që bashkë veproj me ta, apo që heq bre, kom shoqe, unë s'kisha ditë. Dojnë një fjallë, po s'po thëmë. Unë personalisht nuk kisha ditë. Ju ndodh njerëzve, sepse një detaj shumë i vogël bën mu dashuru një njeri, një fjallë, një dasëm ajo i pëlqen ose ajo, ose diçka shumë një detaj i vogël. Lume, na jena gra edhe na i dim historitë e shoqeve tona, edhe kushrinave, njerëzve, gjatë viteve. Për shumë, unë e kam pas shoqe që ka qenë dashurume me një njeri 5-6 vjetë.
Po. Edhe e ka pas shumë afer vetes, edhe kur s'ka mujt mja shpreha dashuri. Po edhe këtu e problemi, se shumë njerëz, do më thonë, janë shok tash njëri, pas kolegë, ose ka pas kujshi, ose... Ashtu është i dashurum të, po nga respekti i shoqënisë nuk mundet mja shpreha, po kupton, edhe ajo merë ko, deri sa të vije. Dikush e ka shok me vite, unë e kom pas një rast disa kolegëve, ish kolegë shumë ma heret, edhe ata do të thotë kjo zonja e ka pëlqy tër jetën, atë që kanë qenë figura shumë njoftë në Kosovë, e ka pëlqy tër jetën, ai nuk e ka ditë, ai shumë vonë dikur në pleqëri ma të shtyme, kur ju ka ra me disa aktivitete politike më marë, aje ka kuptu që ajo shoqja e vetë, ajo zonja e ka dashur të jetën. Ajo nuk u martu, ka pas një smundjet ma të hershme, diku në moshën 50 e diçka vjeqare ka vdek, ndërsa aji sot jeton edhe aji u martu, e ka fëmije, u rritë është gjysh, edhe kështu që i ka ndodhur. Thot ka rastet lloj-llojshme. Por, si isha duke thonë, ta përfundoj qatë mendimin, kur kanë shumë kohë, aty ndryshon martesë. Sepse ata si shok nuk xhelozojnë, nuk kërkojnë llogari, nuk janë, çdo gjë ndryshon. Edhe ata nuk e njohin pastaj njëri tjetrin. Do të thotë, çuditët është që ky shoku im, ose atë që kjo shoqja ime, që kam pas me to kolegë, ose ku do të qoftë, si kanë qenë. Zemra që njëri përshirë të shoqërisë nuk i mban për veti dhe nuk i shpreh. Edhe për çta është shumë vështirë, unë e shoh për veti, e shoh shumë vështirë me konë një çift i mirë apo një raport i mirë nëse ata kanë qenë shok. Sepse pa marrë shembull Grekun. A duhet mos mu njoft na që mu dasht Krishnika? Jo, na do të mu njoft. Pak a shumë do të mi ditë disa linija, po linin e jetës të një shokut apo të një shoqës ti nuk unë e dinë sikur ata që ki për qefi. Apo unë, në qofë se kam një kriju një raport shoqënor me dikan, unë nuk i di linin tjetër të personet që ma sjellën qift. Për këtë arsye unë jam shumë skeptik në lidhjen raport që kanë qenë shokë e shoqe, e sot jam burrë gru. Sepse edhe plasjet kryesisht që ndodhin brenda një çifti janë ata të cilët janë vetë njoftë, apo që ka kriju raport vetë njoftjes. Arsyeja është që nuk kanë arrit me matë mirë volumin në një lidhje të përbashkët dhe kjo ka arrit me përçap brenda çiftit. Mune me që thashë dhe mendimi gabun, po për mendimin tam, unë jam shumë skeptik kur një raport vjen mes dy shokëve sa zgjat. Mund zjasje edhe për herë, kjo pjesë, sepse unë me gruan time për shembull kam qenë shok dikur. Nuk kena qenë burrë e gruas, unë nuk i propozova sa ajo të propozoj. Neve, ka qenë situata për shembull shumë rastësi. Unë e bona shoqe, kena fol një kohë gjatë, e kam pas thjesht shoqe, dita ditës, nxefet vetë. Edhe unë kur jam taku me partnerën time, kom menuar se jeta më bë mjelt, tash kom hongër veç bukë mjelt, edhe i kom krejt senet me mjelt, me lula, me trandafila, po kur fillon pak senet dap jetësore, u hek mjelta, trandafili, tash kam jetë respekti se është nana e vajzës tame. Kam bëjtë respekt. Mirë, vetëm, a është dashuria flytrat në bark? A është dashuria ja? Leqa, fillestare. Fillestare, po. O da dashuri emocioni fillestar, sepse... E qka mungon mas disa vjetë dhe kur njifeni fare mirë? A jeni të i pri që ata lullet me ju bo, që ata flutrat a qka? Se egzistojnë mo. Se egzistojnë, po mu. Fillimi është tash, edhe ma herë se më duket po. Jo, nga njëherë nga përvoja, nga njëherë po. Sepse kur partneri për shembull një kohë gjatë, sepse ti mësohesh me atë njeri, jeton me atë njeri, jetarkohen me atë njeri, edhe çdo gjë krijon edhe një lloj varësie ti me atë njeri, nuk din me jetu pa atë njeri. Do thotë kur është shumë kohë e gjatë, martesa të gjata apo lidhje të gjata. Edhe pastaj nganjëherë kur disa ditë më shkëput ose 2 javë ose 1 muaj, s'ku do qoftë ndoj vizitë ose ndoj diçka, dhe momentin kur ki mu taku ose vjen shpe, fillojnë disa flutra, kështu, momentin që me nëzis pret me taku. Na nuk me fujnë kana femrore, që na nuk i kemi atë për jetim, për na flasë nga na maskullore. Po, nga prizmi. Po, unë po foli si femër. Po, unë e mendoj që atë nuk mund është mi përjetu të njëjtat. Po si janë njëjtat pa ashtu diçka? është një farë molli, a kupton që i mësu të në kohën me konë me atë njëri ofër, edhe momentin që
me nëzë pret mu taku dhe mu bo bashkë për shakt mallit, amo që ato njësit flutrave. Jo, ato jo, ajo normale është, ato e vetëm momentet e para, do thot ajo periudha që njifesh, dilni, diskutoni, që ato janë, se dikur ato unë thash, unë e ceka, pushon ajo, mbetet me një vend. Antikon, unë mendoj që matë si maj mirë i një lidhje gjatë mune në konë aj që në shampe. Po, pajtuna. Aj që në shampe. Në qofë se njëri për partnerave, në shampe, shumë a shumë shkon lidhja gjatë. Në qofë se kemi dy botrat të cilat nuk në shojnë pen njëra tjetërës, dy mure të cilat verbon dhe nuk i apin qasë i dalë që nga tjetërë, atër kemi prishje. Problemi i kësaj është që për shembull ti e morë shembull prindrit e tu. Edhe kemi në të gjithë, besoj, afërsisht që ato, nana Greku tani jetën e ka dash një burë. As nuk ka tentu me njoftu bile dikan. Kamet e vej me 26 vjetë. 26 vjetë kamet e vej. Edhe asë një herë një jetë nuk ka tentu me bo lidhje tjetër. Vetëm pak ta konceptoj pyetjen. Si ka mundësi që para 40 vjetëve, njerëzit kanë besu që e kanë gjetë dashnin e jetës edhe e kanë dash qatë njeri gjithmonë. Kurse na po thojmë tash, sa ma shumë që po të njof, aq ma pak po të dua, pse? Adim pse menojene. Antigon se informacioni u bosh shumë ma rjetët sociale, informacioni, përgjësi botënor, ose është ma kollaj sot. Atëherë ma pak kam pa. Se ma pak kam ditë. Çka ma kollaj? Me po shamull femna tjera, ose moshkuj tjera, ose jetat ndryshme. Janë më të lirë njerëzit, lëvizin, shojnë, frekventojnë vende, atër kanë qenë jo më dalun, ma brenda, ma... Unë mendoj që mami jam për para ka pas një bindje që për jetën e vetë është babi jam aj që e mbyllë, do më thonë, rëmbullaksën jetën e mami tam. Po unë mendoj që prindi jam, mami jam nuk e ka pas lirinë të shprehurit, lirinë të menduarit, si që është dita e sotme. Unë mendoj se është kona dhe jeta që pritë se bo është hur, pritë se flet filani, e kuptan. Edhe që na fatkeqësisht edhe sot asaj dite në disa vende të thella. Ama nuk jena të folë për atë, jena të folë për ndjenjën e dashurisë. Po pra, ditët më përpara, vitet më përpara, unë e thash edhe shpare ceka pak, që vitet më përpara i bonin me shkuesi, për shembull, një burrë dhe një grua. Edhe nuk kanë guxu, edhe sikur çika tjetër të hek ka ajo familje ose ka i burr, nuk ka guxu me fol. Në ditën e sotit, çika ka të drejtën gjithë botës të flasi. Po nuk është kjo tema. Tema është si kanë mujt vjetrit me rujt dashunin, edhe sa më shumë që janë njoft, aq më shumë janë dash. E në tri... Kam po ma pak vërën të i gonë. Kanë sakrifiku. Kam po ma pak. Kanë gryë. E si grek, nuk është që ashtu ti mundesh me po... Unë e menoj që ma pak kam po Antigon. Edhe kanë po ma pak? Edhe kanë një ma pak, sot shemull. Bohën bashkë një qift ose ndohën, hajtë mërë që shumë ndajë, që të ashtë e ka gjithë tjetër kënë edhe si interesëna. Me një herë e merë shambullin e tjetër kujna. Që u bu me tjetër kënë, edhe se kam po, dhe me thonë, informacioni, atëherë u konë ma i kufizum. Kanë qenë përbetume, sakrifikume për qatë përburë. Edhe informacioni u konë ma i kufizum. Edhe jo mësë përbuashor, jo të ashtë i ki shambull. Ju jeni të thonë që asat herë nuk ka egzistu dashnia. Ka egzistu dashnia, po, kanë thonë nëse hupjo në qatë personën e mos shumë ku me shku. Antigon, Antigon, dashnia është si atëherë si sot. Edhe atëherë ka probleme që nuk e ka dasht. Po s'ka pas ku me shku. Nuk e ka pas guximin mi thonë, o babu, nuk e du mo, du munda. Sot gjënë kusenet ndryshë, sepse është puna, është mbështetje, atëherë e shkreta ku ka pas me shku. Edhe për që ta arsye duhet me përbi atë fjallin dashni, o duhet me përbi edhe mi më vërbu sytë, mi këthy si na i thëjmë nalë që të kalit drejt, edhe mos me pa mu kur kanë tjetë përveç atina. Jënë feju femna që e dini në djep, edhe që ka dit ajo qëfar burri pi vjen, edhe duhet me dashëru që ato, vetëm që kanë thonë fare fisi që kjo është i joti. Sot nuk jena në atë ko. Mirë po edhe di me thonë, haptas, edhe me shkencë, se ti për këtë botë një ma mirë se une, edhe gjithë në këto, edhe me shkencë, shpirtërisht, dikur një dashuri për dikan mbetet në një lindar e dikurshme.
sepse zemra është zemër, syni o synë. Syni shet çdo ditë bukur e ma bukur. Zemra rrej çdo ditë bukur e ma mirë. Edhe duhet me konë shumë budalë, se edhe prindve tanë ju ka rrej vallëve që s'ka guxu me fol. Mirë, okej, e kuptova. Dhe më thanë, atëherë ka im shef ta shpikallzojnë. Po. E kuptova. Me këtë logjik, duhet me qenë edhe me egzistu që në jetënat tona egziston dikush me të cilin jena nda, por nuk ka vit më nda. A egziston një histori e tillë për ty? Ekziston. Ekziston. Dhe më thanë që na i bim vendimet pak shpejt. Kiki? Egziston një njeri një jetën tënde me të cilin je nda e nuk e vyt më nda. Edhe që shpesher jam pishman që kam vepru që thojnë mjegull, se nga njëherë për emocioneve, për dëgjimeve të ndryshme, krijon një mjegull, apo krijon një farë mosbesimin në vetë dhe merrve një vendim që nesër mas nesër i bje pishman. Kjo ndodh kur mundosh këshe me pa pak ma mirë për veti, e le ata që më të vërtet e ke pas mirë. Dhe me thonë, nuk e keni njoft mjaftueshëm. Jo. As veten, as ata. Jo. Mirë. A është ma më rëndësi lume me njoft veten, apo partnerin tënë? Shiko, është një kohë kur fillimet, ti vetën nuk mendo për vetën do me njoft atë njeri, sepse ti me atë njeri po shikon me fillu një rrugtim tjetës. Dhe më thonë çdo gjë munduesh mu bo detektivi FBI, me zbulu çdo gjë rrethtina dhe çdo ndjenjë, fjalën, si e tha. Do më thonë, por ma vonë do thotë nëse dikur, kur bëhet një kohë, fillon me mendu edhe për veten. Sepse vet imponohet ajo ti i ki informacionet për ato, i din të metat dhe të mirat, dhe pastaj i kthehesh vetes. Por femna shqiptare sot ditë sodit duhet mas pari ta di ta vlerësoj vetveten. Se nuk e dite me vlerësu vetveten, atëherë nuk mund ta vlerësosh as bashortin, as familjart, as kolegt, as kënd tjetër. Unë shoh se femna shqiptare ka modesti të prumë të vetja. Po, edhe unë e Çdo herë mundohet pajtona. me dhon mashkullit prioritet, mundohet me vu mashkullin mi ta. Edhe kjo është modestia të prume. Ja, ka qenë dikush tash. Edhe sot është. Spajtona Edhe ish. sot është. Po, Ja, po, disa shumë raste rroni. unë i shoh disa femna, nuk më falë, pajtona ish. çevish me ta dëshmu grek me fakte. Zonat Shoh disa prema. femna shkojnë për marshën Valentinin. Ose për datëlindje. Kputen tu ble dhurata si kur vjen burri e çon çatë me i drejt, çatë që ma përfundon. Jo, ajo është modesti e teprume për emrin femrës. Është mendimi jam. Është natyra e femrës ajo. Përgjithësi Po, që kjo bjen te modestia e teprume. Natyra e femrës ajo që është ma detajiste. Dëgjoj, është- moshkulli s'mundet më bë me shkua dhurata. Ko është vëllai ki do që o zot o zot. Krasim mi krasus mbos përqindje moshkull dhe Këtu femrë. plaset raport janë t'i gonë, sepse një qift do të me di se ti dosh me dash sa po don ajo ty. Dhe këtu plaset raporti. Dhe më thonë që derisa on, po të marrë në shamë më falë, derisa on ty nuk po të vlerësoj si po më vlerëson ti mu, fajo është e one. Ti po, do më thonë ti me shpirt, po mundosh me më të lumë tërë. Ideja jeme e pyetjes ka qenë sepse për shembull kemi Gzimin, i cili është i martuar herë, është martuar shumë i ri, është martuar, e ai për shembull unë mendoj që në moshën e tij është normal mas me njoft edhe veten. E le mo me tentu me njoft partnerin. Po është një guxim i madh kur lidhesh në moshtre edhe nisesh unë për veti, i kam përvojat e mia. Tash mi fol këto nashta s'duhet, se ju kam juve, por unë e admiroj Gzimin për të njëjtën, për të vetëm një sens, se është shumë i bindur që kjo dashni do të vazhdoj gjithë jetën. Na urojmë qëtë, na... Gzim, si e njefti partnerin tonë? Partnerin. Po, partnerin, po, Okej, partner. më falë. Si e njof. Mos pare Antigonë unë do të njofjer vetën time. Po mirë. Se kush jam unë. Po. Pastaj se kush është Po, partneri. vetëm tash je vonu. Tash ke hyrë në lidhje, je i martum. Po, tash jam i martum. Si e njef? Në përgjithësi, unë e shoh tash që për shembull njerëzit takohen online, shkruhen, unë të bëj pyetje ty, ti më kthen përgjigje. A është çaj njoftësi e vërtet?
A mundesh me njoft dikon vetëm tu shkru? Unë mendoj që njerëzit, ai mundet me shkru ose ajo mundet me shkru për veten e vet çka don. Njerëzit i njeh vetëm kur i vën rrethona. Kur e vën rrethona, e vën në mes të një familjes që nuk e don. E vën në mes të shoqënisë e cilën nuk i do kështje e përshtatshme. Ose e shtin rrethona në të cilat e shef që po reagon gjatë rrethonave, rrethona të ndryshme, gjatë herë njeh. Për ndryshe, unë jam kësi, unë i kam kështu, unë e veproj kështu, unë e thom kështu, këta në shkrim mu nuk më duke njëfësi tamam. Unë Antigona... Kur në shkrim një njeri nuk mundesh me njoft, pa ull, do më thonë kontakti, biseda... Edhe biseda më duket shumë e thjesht. Duhet me jetu me dikon. Po ato aty desha dal, do të thotë me po qysh reagon kur smuhet dikush. Jeta. Qysh reagon me kojshi, qysh reagon kur bojnë fjallë tjertë nërveti. Këshia për shembull shpita Antigona, për shembull. Kur s'ki kushte, unë për shembull e kam njoft gruan time, mirë të keq për shembull, kur se gjithë e di për shembull kur s'kam pas kushte ke shtëpia ime, ke familja ime, edhe prap gruaja ime për shembull, me ato kushte që kisha, nejti me mua, ishte një, si me të thonë, një fjalë të mirë ma thonte. Edhe pse për shembull diçka. Po, ishte një vepër e cila ty të ka binë që e ty dën. Ndon. Do më thonë, më ka njoft për shembull, ka rënë me njoft gruan time për shembull kur s'kena pas. Kur kena hek, për shembull, kur kena dalë veçon edhe gruaja ime, ka nejt me mu. Ajo mund dinte për shembull me marr familjen e vet me i thonë, shif se s'kemi, ose unë për shembull e bojnë tentativ mish shoqërie me kërku, po jo, çka kena pas, ja kena ditë vlerën, edhe kena menu për shembull me njoft edhe njëri tjetrin se ku jemi. Që se kush jam unë, se kush o gruaja ime, se ç'a çifti jemi ne, se sa do ecim ne përpara, sepse çdo njeri... Dëgjom, me këtë logjik na të gjithë jemi martu duke menduar që e njohim atë. A është ashtu? Po. Gjithë mendojmë që njihemi, po dikur gjatë jetës ose ndryshojmë na, ose ndryshojnë ata, ose ndryshojnë rrethonat, edhe vjen te ndomja. Por Antje, a beson se dhe roli vjeher është shumë i nevojshëm. Është shumë i nevojshëm në raportin burr-grup. Për vetëm në arsye sepse vjehrat janë nona tona edhe për neve nona tona janë shumë shembull. Jo nona tona. E keq që mirë është nona jam edhe për mosh më e bukur në botë apo më e mirë në botë. Vjehrat e mira kanë ditë me i majt nuset për veti. Duke për veti apo për djalin? Për shpinë. Okej. Kanë ditë me majt nuset për shpinë. Pse? Kanë ditë me këshillu mirë, me boni nuset mirë, edhe që ka djalë që kanë thonë Madononën, Madonasi dhe e ka majtë. Po flasim për kohët e përpashme. Në kohën e sotme, rasti vjeher është në zhdukje sipër. Pse? Sepse nusja fill ka me thonë a ka me jetu vetë, a jeton vetë, den me qira, edhe këshillën që dikur e ka marrë për mamit tema, për mamit grekut, apo për nanave tona. Po vjehrat e mira kanë ditë edhe djalit mi thonë... Po pra, mami jam, po flasë mami jam i ka edhe nuse tjera. Po mami jam është ajo që me djemë të vetë e luftan për me nejt raport mirë me nusën. Dhe për këtë arsye po thëmë, isha në fillim vjehrat e mira. I vjehrat mira e në ato që i rinë kra nusës, e mbështesi nusën, po edhe djallë janë ngrejen veshin. Po duhet me di që sot, që do di që na po flasin, nuse nuk janë shpi me vjehra. Ti e ki Prishtinën... Dhe më thonë, mungon ai, që më thonë, për pare o konë... Bazamenti... Apo të kujtohet lume për pare o konë destabilizator televiziorin që eshtëshim, me na stabilizu rrëmën. E qaj stabilizatori, so mo. Për këtë ashtë të thamë, rasti vjehra... Vjehra ka qenë fakt stabilizatori me stabilizu gjendjen, po... Ose me stabilizu, ose me destabilizu. Ose me destabilizu. Për këtë sotit, Lena jo grek. Dy rasti jënë gonë aty, ose stabilizon, ose destabilizon. Femna, ose moshkulli, kur fillojnë rrugtim sanien, ata vetëm kur ja fillojnë me jetën bashk, munden me ditë, me kënë kanë bëjnë. A është dashni që ajo, të cilin na e ndjejmë për dikant që nuk e njofim. Në fakt, na nuk e njofim ato. A është që ajo dashni? Jo, ajo është pëlqem, po na nuk dim në shpresi pëlqem. Edhe na verbohemi për një pëlqimi.
Qysh du me dashnë dikon kur e kam pa veç në televizion, e du me shprej dashni. Do më thënë, ajo është një pëlqim, është një ego, Fiksim, një fiksim, a kuptan, një fiksim asi. Në fakt pi bjen që dashnia vërtet është vetëm mas shumë viteve. Jo. Mas njoftimit mirë. Mas njoftimit mirë, po. Jo, gëzemon e për ty jetë uroj me shpirt, po ta thom tani që ti të kesh një jetë gjatë me gruan tënde. Amen. Por një sen do të me ditë, ti ai që mangë këtë lidhje. Dëtë vjen, Ajo, dëgjoj, po pra, po Një lidhje funksionon me plus edhe me minus, jo veç me minus. Kur një lidhje nuk vazhdo veç me minus. Dëgjoj. Duhet edhe femna dhe mashkulli. Kur e thashën fillim njëri do të më shupe. Njëri do të më shupe. Po, njëri do të më shupe, sepse mvaret pi karakterit që përballë Zoti me ta. Edhe çat karakter duhet me ditë që nëse ajo është karakter më i fortë se ti do të më përshtat çati karakter. Nëse i thu vetit e du me shpirt. Nëse do me thomesh gruaja e shtëpisë, gruaja e shtëpisë. Ajo që the Antigon ti ma herët, a mundet me dash dikush online. Po online. Që është pas ndodhë, që tash të dëgjohë, një djallë që është një spekt ujtë, të zdiku shku një Indonezi. Një Indonezi haveri me bicikl, një vjetë, edhe në fund, edhe në fund, ajo tip ka dhe adhon një. Jo, kur gjosë është aja. Kur gjosë është aja. Interesante është kur ti full, dashurohesh, takohesh, po shifesh rallë, edhe ti mendon që e dënë edhe ajo zgjat me vite, edhe mëse në fund kur bon bashkë shofin që Po, Antigon, hiç më qanin në Indonezi. Na kemi në Kosovë, qifte që burri, eventualisht gruaja janë jashtë, e ata jetojnë këtu. Jetojnë nër vjehera, apo jetojnë në familja vetë. Qa dashni e kam une për dikan, kur une ato e kam panë 2 herë apo 3 herë dhe se jam feju me ta, më falni pas na fletë dhe i herë me ta, edhe ajo mu më jeton në Kosovë, e unë shëtes 2 njenë, Zvicër, në Franca, si. Ka ndodhë ma herë. Qysh, raste... E keni shumë gabim. E keni shumë gabim. Rion raste na për fshatrat thella, na për qytetet Kosovës. Që ti mundet me fos. Edhe Kosovë, ki raste që ka burrin që 10 vjetë jashtë, e ka raste që ka të fejume që 5 vjetë jashtë. Edhe këto, qysh i thur dashni ti, asaj shkretës, apo ati shkretonit, që për 5 vjetë nuk arrit njerë me puth, apo me afru dashnis jetës. Ka u konë ma herë të ashtë Ki më replat më rogre. Martesë në distancë, edhe dihet që çdo gjë që në distancë ajo nuk zgjohet shumë gjatë. Ti ka Zagrebi, ai ka Shkupi. Herë do kur thehet ajo. Jo, une... është shumë problem dashurin në distancë për shumë vite me moj, për 10 vite. Antikon, është interes atë. Që një rast me ta tregu që ka ndodhën pej. Martohen që shtu përmes rjetëve sociale, ko kanë martua dhe nuse, e aboj nusës vizën, edhe nusë janë në aeroplan, me shku të burri. Del burri me shok me prit nusen kur del. Edhe kur del nusja ta ke shukim foto, në gjyme, aja shkreta kur është ku atë janë 3 nerka, si pjera plani ma. Edhe i thot, a bërë ju paraqit, me i thonë se kjo është martu me ty, i thot shokot. I thot shokot, hun, motër dikuj e vajz dikuj se marë në qafë. Edhe kjo e marat qikën, rast është rast në pej që dim qëllë, edhe shoko e marat vajzën, edhe e që në hotel, ja pagun hotelin, e thot qërë që ka mirë. Na jena martu me leta se ajo vizën, unë i kom 2 pytja. Nëse kina i familjar të ondin, thot, me shku me jetu të aj, shka jeton nuk po t'i prish letrat. Në qovë se s'ki, thot, biletën nesër ta marë mrapsht, edhe mu këthuj me shku atje që ti nuk je për mu. Që do thot ajo ka vujt një vjetë e gjysme nga ju e dini shumë një që këna vujt në ambasadave, andej në testet, për me shku edhe në fond është zgjenjem për ta. Fatkeqësisht këto ngjarje, për du më ju lidh grekit, këto ngjarje të na pëlqej, na e na popull që i kemi. Edhe fatkeqësisht të gjallë duhet me ju thonë njerëz, ti nuk martohet njeri me fjalë Facebookit dhe me fjalë Instagramit. Se egzistojnë më sot, nuk egzistojnë. Po mendojnë që të 2 vitet e fundit jo. Ka ndryshu shumë që ka ndryshu shumë, ku apo es me shpejt. Po, une tema ka qenë, a muj me dash dikon që e njofim fort.
kur e njeh dikon shumë. Dhe më thonë, a mundesh mi dash dikon me të mire me të keqe? Jo, lajone me dashnia, unë e shoh dashnia faz, hon. Për mendimin tim. Unë më nej, të një jetë i dashurum, bas dikujna. Nuk... Okej. Personalisht A mundesh me dash dikon me të mire me të keqe? Po, më me dash. Përveç prindve. Ja, po flas. Qëre dashnia e prindve me dashninë përveç dashnia që do të më krahasu tash ti, se s'mundesh me thon çush e du nonën, e du dhe nusën, a kupton? Ka dallim e dashni. Po pra, po me dash dikon të një jetë. Po mundesh me dash, po jo ashtu që ki dash në fillim. Ma shumë rritet tani respekti. Bravo. Po çashtu po. A pse po bën fjalë mia? Ma shumë rritet respekti. Me respekt çdo herë. Respekton, boni shok, respekti rritet, besimi çdo gjë. Do thotë shndrohet një farë lloj shoqërie. Në fakt shndrohet në dashuri të vërtet. Po. Jo A keni pa çifte që janë ka 70 vjet, 65 vjet? A ke pa sa duhen? I duhen thaj, o ti njeri. A kupton, domethënë, veç duhet me kujtu ti kur bjen çashtu. Ajo, ata do të thonë dashni fizike mos kanë, a kupton? Ata është respekti afër njëri tjetrit, edhe është ajo mbështetja që ata bojnë afër njëri tjetrit. Po vetëm, tash për mi përfundu, e kom vetëm edhe ka një pyetje për të gjithë juve. Sepse, na sa ma shumë kohë që kalojmë me dikon, aq ma shumë e dojmë, apo ma pak e dojmë. Ishte tema për sonte, e unë du me të vetë, Kiki ty mas pari, edhe për të gjithë juve tjerëve vlen, a kështë pas qef mu plak me dikon? Dëgja, unë mu plak vetë personalisht kam qef, po nështë nuk i dihet jetë, po unë mendoj që respekti mundet me kona e që mundet me lidhë me dikon. Se dashni, unë s'për mi ofru dashni dikuj që shja ofroj fillimet e një lidhje, mi ofru një të dashni jo. Je avanturist. Grek? Pa tjetër që po. Kishe pas qef? Ufa. Sa një mas shumë të që e menoj është me konë me dikën që mu plak me ta. Nuk t'interesojnë mua ta flutur në bark? Ja, shumë interesojnë, i kena të i kalu ma ato, është budalallëk në këtë kohë, edhe pse si na, dhe me thonë moshën mesatare, alo me shku me minute ato flutrat në bark ato, e kuptën. Dhe të kishe pas qef mu plak me dikën? Shumë, pas qef mu plak me dikën, edhe mo me pas qatë person, shok, shu që... Dashnie tënat? Dashnie tënat. Okej. Lume? Po, do thotë se cili njeri, qdo qenje njerëzore me ndonë, si që është e thonja kur kurorzohen në të mirë e në të keqë. Deri në fund tjetës do jemi bashkë. Gjdo një qenje njerëzore ka dëshira, ato e dëshiron dhe nisët me qatë rukëtim, edhe une ashtu dëshiroj edhe uroj që të gjitha ata që janë që të plakën. E ke vrejt në pleqnin e vonë, tash kur pleqë thoi nuk mundet plaku ose pa plakën, apo kur ndroj njëri jetë, shumë pleqë që i shojmë në për shumë intervista, më ka fik plaka që më ka vdek se s'po moj me jetu tash. Edhe për i me mbetën keq, ata kanë djem, kanë reja, kanë nipa mbesa, po e ninat mungesën e shoku tjetës. Pse quhet shok jete? Do thëtë ta përfundoj me këtë fjalë që dy njerëz burrë e gru janë shok jete. Antigon, këta dhe të kanë me fëllë pozitivisht, se mas emisionit do të me shku në shpe, këta për të gruja, këta për të... Jo, unë nuk e kam problem. Unë nuk e kam problem se edhe kritikat, edhe gjithë gjë, edhe shprej edhe në shoqëri, edhe në rrethin tonë, kur diçka thëmë kështu e kësha bosë, kështu po mendoj, nuk e kam atë problem pa merak, por e thash ato që ka e mendoj, sepse me të vërtet është mirë që dy njerëz mu plak bashk, edhe derisa ju ka shkru Zoti i jetë cili ta kenë ashtu të shkrume. Po, vetëm ti ke thënë që ata respektohen gjatë viteve, e unë e di që unë respektoja dritën e kuqet semaforit se s'kom qare, a për dryshe, respektin raport, mundet me qenë marrëveshje, mundet me qenë shoqni, ama respekt veç dritën e kuqet në semafor. Po, Gzim? A kështë pas qefti mu plak me dikon? Unë, jo me dikon, po me grunë time. Kam dëshirë shumë e... Bravo, Gzim, bravo. Unë kam pash, do më thonë, kam qef që të plagë me grunë time, me besën, për arsye sepse edhe fëmijëve të mi, ja them që shife, në të mirën e të keq kam qenë me nonën e juj, deri në fund të jetës. Ala si ke fëmijët, për kur ti bëjsh? Kur ti bëj fëmijët është fjala,
që me ja tregu, me ja faktu fëmijës tim, që unë nonën atyre fëmijëve të keq, ose nona fëmijëve të mi më kanë dashur mund deri në fund të jetës, edhe jemi tu plak bashkë. Po inshallah nuk ndahemi edhe në fund se edhe ka edhe plej që ndahem në fund bashkë. Ja inshallah. Mu po pëlqen fanatikon që e pas ka menua dhe ato që inshallah jo. Apo të pëlqen? Jo, mu s'po më pëlqen. Këtu Antigon, falë se për në pesë muhabetin, këtu Antigon, për shembull shumicën e fjalëve që u tham, dolën ke konkluzionim ku thash që sa më shumë ta njoh një njeri, aq më shumë dashurohet. Kështu që shumë bukur. Nuk duhet me hek dorë, të thonë. Ti këta janë të thonë që kanë hek dorë. Nuk mundën në jetë, jeta nuk ka rregulla. Nuk ka rregulla, edhe pse të gjithë na thojmë që duke njoft partnerin e don më pak, është e vërtetë edhe kjo. Ka të vërteta në këtë, është periudhë jete, të cilën e kalon. Prap kemi dashur, hiç mos u thot. Njëherë se don, mos e prap e don. Vazhdosh me qenë qëndrueshëm, apo pajtohesh? Po, pajtona, si me lloj epizoda, sepse unë më ka ndodhur kur dikush thot mu më ka ndodhur, kom dëgju tek familjarët mi, me pa ditë që ishe konë qëso, se e ka zbulu një gjest ose një diqka, një veti që se ka ditë para 30 vite. E ka zbulu mas 30 vite, dhe i thëtë me pa ditë që e ki që to, ty hyben isha martu me ty, apo kupton, kështu në popull. Po, pajtona se ka nga një periud diqka, nuk ndihesh mirë për vete, shpirtnesht, ose ki ndoj mërzi, diqka familjare ndodhi, edhe nuk e dënë. Pas taj fillon prapa jo. Dashuri janë martes shumë gjatë është me epizoda. Me epizoda, po mirë, une mendoj që na sonte e lidhëm kryt pa kësaj teme, une që se du më thonë që duhena me investu në lidhjet e tona. Para se me investu në lidhjet e tona, du me ju kallëzu që Miliona Estetik e kanë rru objektin e vetë. Tashme ajo gjendet në fund të rrugës B. Një objekt gjigant edhe kushtet shumë ideale për bukurinë e juj. Pra Miliona Estetik është qendra estetike e cila merret edhe me bukurinë time. Edhe mos më thoni që jam plak, se e di që jam plak, po më unë jam plak, po nuk dukem që jam plak, sepse shërbimet i marrë të Miliona Estetik. Kem të folë për lidhjet, gjithsesi duhet me kallëzu që lidhjet ka nevojë për investim. Të vazhdueshëm, dashnia shkon e vjen, a na kena qef të gjithë mu plak me dikon. Sonte u përpoqëm me dhënë mendimin tonë për këtë temë, ju reflektoni, na shkruani në komente edhe na tregoni se çka po mendoni. E deri atëherë na takomi prapë bashkë. E deri atëherë të but me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët. Natën e mirë.